Mirëmbrëma të rinj të Forumit Rinor të Partisë Demokratike. I dashur Besar Xhaferi, kryetari i Forumit Rinor të Partisë Demokratike. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha. Të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotrinj, mirë se erdhët në ceremoninë e diplomimit të shkollës politike. Ky është një moment i veçantë, i cili kurorëzon përpjekjet dhe angazhimin e studentëve tanë gjatë këtij udhëtimi të rëndësishëm politik. Shkolla politike i dha mundësinë të rinjve të mësonin më shumë nga 20 ligjërues, të cilët ndanë eksperiencën e tyre në fusha të ndryshme, si komunikim, drejtësi, ekonomi e të tjerë. Shpresoj që ky sezon të ketë qenë i frytshëm për secilin prej jush. Fillimisht ndjekim mesazhin nga drejtori i KAS, Thomas Künze. Hallo, lieber Besart, liebe Freunde. Ich wollte heute eigentlich an diesem Tag bei euch sein, bin aber schon in Deutschland. Die Weihnachtsfeiertage beginnen bald und ich bin bei meiner Familie. Deshalb auf diesen Weg. Es ist die letzte Veranstaltung in dem Zyklus, den wir in diesem Jahr gemeinsam hatten. DP-Jugend, Unterstützung von der Jugend der Demokratischen Partei. Ich freue mich, dass wir als Adenauer Stiftung euch unterstützen konnten. Ich hoffe, es war ein erfolgreicher Seminarzyklus. Im nächsten Jahr stehen in Albanien Parlamentswahlen an. Lieber Besart, wir wünschen deinen Leuten aus dem Jugendverband für diese Wahlen schon jetzt alles Gute, einen erfolgreichen Wahlkampf, einen hoffentlich gut ausgehenden Wahlausgang. Und wir sind als Adenauer Stiftung immer mit großem Engagement und großer Freude dabei, wenn es darum geht, die Jugend der Demokratischen Partei Albaniens zu unterstützen. Die DP hat eine große Geschichte, sie hat einen wichtigen Beitrag geleistet seit dem Fall des Kommunismus hier in Albanien, und ihr als junge Leute, ihr tragt eigentlich diese Fackel weiter, und auf diesem Weg wünsche ich euch vom Herzen im Namen der Adenauer Stiftung, im Namen des ganzen Teams der Konrad-Adenauer Stiftung hier in Tirana viel Erfolg, eine gute Veranstaltung heute und einen schönen Jahreswechsel und bis zum nächsten Jahr. Alles Gute. Sa bukur është të ftosh një ish kryetar të degës Durrës, sot drejtori i shkollës politike, profesor Arjan Dedej. I nderuar doktor Berisha, i dashur Besi, të dashur student shkollës politike të Forumit Rinor, të nderuar pjesëmarrës, antar të kryesisë, deputet dhe aktiv të Partisë Demokratike. Në dhjetor 2023, së bashku me ju lançuam kohortën e parë të shkollës politike, një projekt politik i FRPD-s me qëllimin për të rjetëzuar ekselencën dhe debatuesit më të fortë mes të rinjve tanë, për t'i sjellë ata çdo javë në mjediset e partisë dhe për t'i ushqyer, formsuar dhe palestruar me ideologjinë dhe parimet e të djathtë shqiptare, për të njohur ato në detaje me historikun simbolik dhe te dinamik të Partisë Demokratike. Gjatë gjithë këtij viti, në 20 leksione të mbështetur nga partnerët dhe miqtë tanë, si Konrad Adenauer dhe Westminster Foundation, më të mirët e hapësirës sonë politike u trajnuan nga personalitetet e Partisë Demokratike, antarët e kryesisë, të cilët gjej rastin t'i falenderoj me mirënjohje për gatishmërinë, mesazhet frymëzuese që u kanë dhënë të rinjve, por dhe për profesionalizmin gjatë gjithë leksioneve. Sot, më shumë se kur, politika ka nevojë për njerëz me integritet, vizion dhe guxim. Jetojmë në një kohë sfidash të mëdha globale dhe lokale, kriza ekonomike, ndryshimet klimatike, luftrat në dy rajone të rëndësishme të botës, lëvizjet për drejtësi sociale, dhe për ne këtu në Shqipëri dhe rajon, procesi i integrimit evropian është një shteg i mbushur me shpresë, por edhe me përgjegjësi të mëdha.
Si të rinj të angazhuar në këtë rrugtim, ju keni një mision historik, të ndërtoni një politikë që nuk është vetëm përfaqësim, por transformim, një politikë që nuk është vetëm debat, por veprim, një politikë që nuk ndjek vetëm interesat personale, por mbështetet në vlerat e demokracisë, drejtësisë dhe transparencës. Në këtë shkollë politike, ju nuk jeni vetëm student, por edhe udhëheqës të një brezi që mund të ndryshojë kursin e historisë. Ju inkurajoj të mësoni nga përvoja e tyre që kanë ardhur para jush, por të mos keni frikë të mendoni ndryshe. Inovacioni dhe kurajo janë shtyllat e progresit. Partia Demokratike është hapësira e lirë, e gjallë, një parti politike që ka rezistuar deri në sprovën e madhe të ekzistencës saj. Ndaj një ndër sfidat më të mëdha për ju do të jetë të krijoni një lidhje të re mes politikës dhe qytetarëve. Në një botë ku mosbesimi ndaj institucioneve është në rritje, është detyra juaj që t'u ktheni njerëzve shpresën. Duhet të tregoni me veprime, jo vetëm me fjalë, se politika është i mjet për të shërbyer publikut dhe jo për të shërbyer vetes. Duket sikur ne që jemi para jush, ju ngarkojmë me një përgjegjësi që mund të mendoni se nuk ju takon. Së është herët, së është ende përgjegjësia jonë për të ndryshuar gjërat. Nuk jemi ne që ju ngarkojmë disa përgjegjësi. Është demokracia në vetvete. Është procesi i dhimbshëm, i fortë dhe apokaliptik për një shoqëri, si demokracia që avesh përgjegjësinë çdo grupi shoqëror, sepse ashtu siç kemi artikuluar shpesh në klasat tona së bashku, demokracia është përgjegjësi dhe barrë morale e çdo grupi shoqëror për ta kërkuar, shpesh edhe me forcë, shpesh edhe me zë të lartë, e herë të tjera me zë të sofistikuar. Kur ndërtuam kurrikulën e kësaj shkolle së bashku me Besin, menduam që leksioni i fundit i shkollës do të ishte një prezantim mbi modelet e leadershipit nga Dr. Berisha. Në fakt, gjatë gjithë vitit, për hir të destinit politik të liderit partisë, ju patët mundësinë ta ndiqni, ta shihni, ta dëgjoni, ta analizoni, t'i qëndroni edhe afër nëpërmjet mesazheve të Rruga e Shpresës, e cila u bë dhe rruga e rezistencës së partisë më të madhe opozitare në vend. Dr. Berisha u dha leksionin e tij të leadershipit me aksion, me verb të plot politik dhe me fuqinë e krijuesit dhe themeluesit të Partisë Demokratike. Unë uroj që ju të jeni për herë krenar për angazhimin dhe besimin që i keni dhënë Partisë Demokratike, por dhe mirëkuptues, tolerant dhe në krah. Faleminderit që ishit korrekt, prezent, aktiv, të gjallë, debatues, kërkues, inspirues në 20 leksione për gjatë gjithë vitit. Faleminderit Besit për besimin që këtë shkollë ta themelojmë së bashku me konsideratat e mia për një leadership pozitiv të treguar në krye të forumit. Faleminderit dhe 3 bashkëpunëtorëve për organizimin e shkollës, Mateos, Georges dhe Auredit. Faleminderit mbështetësve tan, Konrad Adenauer dhe Westminster Foundation. Në mbyllje të këtij mesazhi dëshiroj t'i drejtohem Dr. Berishës me shumë sinqeritet. Doktor, ju keni një arsenal të rëndë energjie dhe lëndë cilësore të dorës parë. Këta të rinj janë elementi më i fuqishëm politik në vend. Jepini Shqipërisë partinë politike, Partinë Demokratike që kaq shumë kërkon. Ju faleminderit. Dhe sukses. I japim fjalën studentit Klevis Tota. I nderuar kryetari i Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha. I nderuar drejtori i shkollës politike, profesor Arjan Dedej. I nderuar kryetari i Forumit Rinor Demokrat, zoti Besar Xhaferi. Të nderuar deputet dhe të rinj demokrat. Sot ne kremtojmë përfundimin e kohortës parë të shkollës politike. Më lejoni që para jush të shpreh ndjenjen më të thellë të mirënjohjes dhe të respektit për gjithçka që kemi arritur. Gjatë këtij udhëtimi të 3 semestrave dhe 20 javëve intensive studimesh, kemi kaluar një proces të thellë dhe transformues, i cili na ka ndihmuar të rrisim jo vetëm njohuritë tona politike, por edhe të zhvillojmë aftësitë për të menduar në mënyrë më kritike, për të analizuar, për të debatuar, për të dhënë opinione, për të dhënë dhe mendime, por gjithashtu më e rëndësishme për të bërë qytetar më të mirë të këtij vendi. Partia Demokratike është një parti e qendrës djathtë, e ndërtuar në themele konservatore, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së traditës
dhe institucioneve shoqërore për të siguruar që çdo ndryshim i jetës të jetë në kohezion me shoqërinë. Kjo pra është ideologjia e saj, thellësisht e lidhur me parimet individualiste të drejtësisë, zhvillimit ekonomik dhe mbrojtjes së interesave qytetarëve. Kur Shqipëria ndodhej në hijen e errët komunizmit, ishin të ri si ne, që thyen regjimin më shtypës dhe thyen dhe heshtin e tyre. Dhjetori 90-s ishte momenti kur një brezi të rinjve me guximin për të sfiduar sistemin më tegër që Europa juglindore kishte njohur, ndezi një pishtar shprese. Ajo që filloi si një thirrje për pluralizëm dhe demokraci, vazhdoi mbi gjitha si një refuzim të sistemit që shtypte iniciativen individuale, kufizonte liritë ekonomike dhe mohonte të drejtën për të ndërtuar një jetë më të mirë. Rinia që forca lëvizëse e së ardhmes, që ajo forcë që në ndërgjegjen e brendshme të sinqert në një rebelim të vetvetes i dha fund një regjimi gjakatar. Ne jemi trashëgimtar të asaj fryme, po ashtë rëndësishëm sa ata të 90-s. Sot, 34 vite më vonë, ne mbetemi të përkushtuar ndaj parimeve që e djathta gjithmonë nga mbrojtur. Këto liri ekonomike, këto iniciativa individuale dhe barazit mundësive. Njën nga shtyllat e politikave tona ekonomike është taksa e sheshtë, një sistem që mishëron drejtësinë dhe efikasitetin. Që është më shumë se një mekanizëm fiskal, ajo është një vizion për një ekonomi të drejtë dhe qëndrueshme, që nuk penalizon ata që punojnë më shumë, por përkundrazi stimulon rritjen ekonomike, nxit investimet dhe krijon vende pune. Kjo liri ekonomike është garancia e vetme për mirëqenien e qytetarëve, kjo u jep individëve mundësinë të ndjekin ëndrat e tyre dhe të ndërtojnë të ardhmen që ata duan. Vetëm një shtet që promovon iniciativen e lirë dhe redukton barrën burokratike mund të krijojë një klimë ku secili mund të arrijë potencialin e tij maksimal. Ne besojmë se familja është themeli i shoqërisë dhe se duhet të jetë mbrojtur nga çdo politikë e shtetit. Një shoqëri ku individët janë të ndërtuar me vlera fisnike, duhet kemi gjithashtu një sistem që mbështet dhe fuqizon familjen. Si njësi bazë shoqërisë. Vlera tradicionale, respekti për familjen dhe lidhje që krijohen mes gjeneratave janë element që mbështesin zhvillimin e shëndetshëm shoqërisë. Për këtë arsye, ne besojmë tek Partia Demokratike dhe idetë e saj të djathta, si një mbështetje dhe garantim të lirisë dhe të drejtave qytetarëve, jo si një pengesë për zhvillimin e individëve. Ne besojmë se shteti duhet krijojë kushte për një treg të lirë, për një shoqëri që respekton njëri tjetrin. Gjithashtu në fund të fjalimit tim, dua të shpreh mirënjohjen time të sinqertë për gjithë ata që kanë kontribuar në këtë përvojtje jashtëzakonshme. Organizatorët, lektorët dhe secilin prej nesh që shsollëm një energji të jashtëzakonshme, një përkushtim për t'i dhënë jetë kësaj shkolle. Sot ne nuk mbyllim një cikël, por hapim një kapitull të ri, ku secili prej nesh është një shkëndijë e ndryshimit dhe si përfaqësues i një brezi të ri që beson në të ardhmen. Le të jemi në ata që sfidojmë vështirësitë dhe ndërtojmë një shoqëri më të drejtë dhe më të mirë për gjithë. Faleminderit. Ftojmë për fjalën e tij kryetarin e forumit Partisë Demokratike, Besar Xhaferi. Mirëmbrëma miq, mirëmbrëma profesor doktor Sali Berisha. Është kur e lançuam shkollën ishim bashkë, ishte 8 dhjetori 2023-shit, kemi qenë këtë sallë, dhe kur ndodhi patjetër arrestimi juaj politik, që sot e gjithë bota e njeh si një arrestim politik dhe një si persekutim, ishim në dilemën kur do e lëm leksionin tuaj. Dhe unë vura bazë që
Dhe po tjetë leksioni fundit, ju do ishit këtu me ne fizikisht. Dhe për këtë, sinqerisht, është një bazë shumë i madh të cilin jemi shumë të lumtur që e fituam. Dhe mirë se erdhe përsëri mes nesh, për të qenë këtu dhe për të na frymëzuar. Ne nuk i ekspozojmë të rinj tanë përballë krimit, por do i ekspozojmë ata vetëm përballë votës. Shkolla e vërtet politike e të rinjve tanë Forumit Rinor, për 12 vjet, kanë qenë demonstratat, kanë qenë protestat e mosbindja civile. Teksa shumë prej nesh leksionet më të vlefshme politike, pas atyre që kemi pasur në seli apo në përsallat të ndryshme hoteli, i kemi marrë në qeli të ftohta komisariatesh dhe në salla gjyqi, ku kemi dalë para togave të zeza me shall të kuq, për mëkatin se kemi protestuar kundër vjedhjeve dhe padrejtësive të kësaj qeverie që armike nuk ka konsideruar korrupsionin dhe krimin për rinin. Angazhimin tim Forumin Rinor dhe zgjedhjen time përmes votës si kreun e këtij formacioni, nga i cili kanë dalë disa prej politikanëve më të spikatur dhe produktiv të forcës sonë, e kam cilësuar gjithmonë një privilegj. Pasi të ndërveprosh me të rinj si ju, është produktive, por duhet ta pranoj që vështirësitë kanë qenë të shumta për gjatë këtyre viteve për faktin e thjeshtë se janë me qindra mijëra të rinj që janë detyruar të braktisin vendin, mes të cilëve familjarët tanë dhe bashkëpunëtorët të ngushtë. Kam prekur çdo tref të vendit në cilësinë e drejtuesit të forumit. Dhe ata të rinj që nuk i gjeta në Kukës, Has, Tropoj, Dibër e Shkodër, i takova në Londër. Ata të rinj që nuk takova dot Mirdit, Lesht, Tiranë e Durrës, i gjeta në Itali dhe Gjermani. Ata të rinj që na mungojnë Berat, Korç, Elbasan, Fierdhe, Gjirokastër dhe Vlorë, i kam takuar teksa punonin në Greqi, Spanjë e në vende tjera të Evropës. Ju i keni dëgjuar rivalët tanë që për çdo statistik krahasimin e bëjnë me 2013-ën. Pasi kompleksohen nga rritjet tona dhe pa vetdije ekspozojnë krimin më të madh të rilindjes, nxitjen e eksodit dramatik të rinjve shqiptar. Nëse i referohemi vetëm të dhënave të Instat në censin e 2011-s, rezultonte se në Shqipëri kishte rreth 267.000 të rinj të moshës 15 dhe 19 vjeç. Teksa në censusin e 2023 i publikuar vetëm pak muaj më parë, rezulton se në Shqipëri kanë mbetur rreth 142.000 të rinj të moshës 15 deri 19 vjeç, pra rreth 130.000 të rinj më pak. E kuptoni çfarë do thotë që një vend me popullsinë tonë të ikin këta të rinj në një dekadë. Nuk ka krim më të rëndë. Në vitin 2013 kishim në universitetet publike rreth 139.000 studentë, teksa sot 2024 kemi më pak se 55.000 studentë në universitetet publike. Sa do të nxjerrin papagaj të rinj nëpër studio dhe rrjetet sociale që recitojnë porosinë e ndrifugës, se është problem global. As në vendet e luftës nuk ka rënje në këto përqindje të rinisë. Përballë këtij realiteti dramatik që për ta ndryshuar së pari duhet ta pranojmë. Unë sot kam një falënderim zemre për këta të rinj në këtë sallë, që kanë vendosur të paguajnë çmimin e përballjes dhe rezistencës për gjatë të gjitha këtyre viteve. Angazhimin forum ju ka ekspozuar përballë patronazhistëve në auditorët e universiteteve apo drejtuesve të shkollave që ju kanë intimiduar, por ju nuk keni dorëzuar asnjëherë. Ju kanë kërcënuar me largimin e prindërve nga puna, por ju nuk jeni stepur. Por përkundrazi, keni qenë në ballë të çdo proteste, duke nisur nga ajo e studentëve në 2018-ën, tek ato për Klodian Rashën, Lajer Kurtin, protestën e studentëve të mjekësisë e sot fundmi jeni në ballë të mosbindjes civile. Kjo qeveri ju ka ekspozuar përballë inkriminimit për stabilitetin ekonomik, por ju keni luftuar pasi keni vendosur të jeni shembull për bashkëmoshatarët tuaj dhe për brezat e rinj. Pasi në formimin tuaj zhvillimi dhe rritja e një vendi nuk vjen përmes krimit, por vetëm përmes punës. Shkolla politike e forumit është një projekt i hartuar me partnerët tanë ndërkombëtar dhe me mikun e bashkëpunëtorin ton Arjan Dedenj. Një prodhim bio i Forumit Rinor, pasi ka drejtuar për vite me radhë degën e Durrësit, sot pedagog në atë qytet e kemi kthyer shkollën politike të forumit në një vatër dije dhe ndërveprimi mes të rinjsh. Fjalimet, rëndësia e mendimit kritik dhe angazhimit në politik, përgatitja për debate televizive dhe përdorimi i rrjeteve sociale në shërbim të aksionit ton politik në dekadën e izolimit mediatik të opozitës, kanë qenë kryefjalë trajnimeve të trinjve tanë në shkollën politike të forumit.
Në ato pak përballje mediatike me të rinjtë e freshit, pasi shumica nga ato përballje ata i kanë refuzuar, pasi janë kthyer në shoqat pacifiste, të rinjtë tanë kanë shkëlqyer me performancën e tyre, duke dëshmuar e reflektuar përgatitje, seriozitet, vitalitet dhe vizion. Maksimumi që ata mund të protestojnë që Edi Ramën mos ta pasojë në krye të partisë Helena Porzaho, e për tej batutës nuk do flas për më tej për to, se në familjen tonë politike nuk merremi me të vobektët. Pa më të voglin dyshim, trajnimet shkollën politike të forumit janë eksperiencë vyre për të rinjtë tanë, pasi karriera politike duhet kaloj përmes kalitjes në protesta e tubime dhe nxënjes në auditore, pasi në fund të ditës, objektivi ynë është që të rinë në politikë, së pari të jenë të mirë shkolluar dhe së dyti të aftë për të mbrojtur me çdo çmim, së pari të drejtat e tyre e së dyti të drejtat e komunitetit që përfaqësojnë. Ndërkohë, shkollën politike të forumit kanë ndarë eksperiencën e tyre disa prej figurave më të spikatura, që dua t'i falenderoj dhe i kemi në këtë sallë, që janë antarë të kryesisë Partisë Demokratike, deputetët e saj dhe të gjithë kontributorët e qeverisjes më të mirë që ka pasur Shqipëria, atë të 2005 dhe 2013-ës. Që me pa më të voglin dyshim, do jenë përsëri qeverisja e ardhshme e 2025. Dhe doktor, më vjen keq se 2030-ën që Edi Rama e ka lançuar, ju do e bëni më herët që Shqipëria të jetë Bashkimin Evropian. Vjen keq për ata, jo për ne. Rikthimi i pluralizmit pas 45 vitesh diktaturë, rivendosja e marrëdhënieve me Perëndimin, lobimi për pavarësinë e Kosovës, rruga e kombit, goditja e grupeve kriminale, konsolidimi i sektorit energjetik, hapja e universiteteve të reja, jo mbyllja, hapja, liberalizimi i vizave dhe antarësimi në NATO. Janë arritje që i atribuohen vetëm partisë tonë, Partisë Demokratike. Forcës politike që u krijuan nga bashkëmoshatarët tanë, të viteve 1990, për të mbrojtur kombin, familjen dhe të ardhmen. Dhe për këtë patjetër dua një duar trokitje më të fortë se ç'kemi pasur ndonjëherë. Këto arritje do të kalohen vetëm nga Partia Demokratike, forca politike ku ne aderojmë, që në 2025-ën, në listën e saj kryesore, të prioriteteve do të ketë rinin dhe shërimin e ekonomisë nga varësia e parave të korrupsionit dhe narkotrafikut. Koha është armiku i vetëm që kemi betejën tonë, ndaj çdo sekond, çdo minutë, çdo orë të ditës, duhet të jemi të angazhuar. Së pari, për t'ju bashkuar ekipit tonë, prujet e reja dhe për të bindur të rinj dhe shqiptarët se nuk e kemi luksin të qëndrojmë indiferent përballë një sekti që kërkon të na marrë peng të ardhmen. Flisni, bisedoni, se ju jeni imazhi më i mirë dhe më i pastër i forcës tonë politike, dhe fati këtij vendi nesër do të jetë vetëm në duart tuaja. Sot kemi privilegjin që të kemi leksionin e fundit të kësaj shkolle, kryetarin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berishën, karriera politike e të cilit është një libër i vyer për çdo që aspiron angazhimin politik. Sali Berisha deri më sot na ka ekspozuar vetëm përballë votës së lirë, pasi ai e di që rritja jonë politike nuk do jetë kurrë reale nëse kalon përmes emërimeve, por do jetë reale vetëm kur kalon përmes votës dhe meritës. Do doja të flisja më gjatë, por fjalët dhe propaganda janë tipar i kundërshtarëve tanë politik. Pasi ne jemi parti e fjalës së shkurtër dhe vetëm parti e veprave të arrira. Gëzuar diplomimin të gjithë atyre që për 20 javë kanë qenë këtu. Mos harrojmë që kanë qenë 11 muajt më të vështirë të ekzistencës tonë politike. Por ja ku jemi sot, 3 vite pas atij kuvendi madhështor të 11 dhjetor 2021-shit, me vull të regjistruar në gjykat, me rezoluta ndërkombëtare, me mbështetje ndërkombëtare dhe mbi të gjitha do arrijmë të shërnjosim Sorosin nga Shqipëria. Faleminderit. Kam nderin të ftoj për fjalën përshëndetëse dhe referimin e tij për leadershipin. Profesor Dr. Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë.
Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Por edhe një mirënjohje shumë të thellë, të pakufishme, ndaj drejtuesve tuaj, Besartit, profesor Arjanit, të gjithë bordit drejtues kryesisë forumit, për organizimin e kësaj shkolle, një ngjarje e madhe, jo vetëm në jetën e gjithë secilit prej jush, por ju garantoj se është një ngjarje e madhe, e veçantë në jetën e Partisë Demokratike dhe të kombit shqiptar. Një përshëndetje kam për deputetët e pranishëm në këtë takim, drejtues të Partisë Demokratike, të cilët kanë ardhur tek ju për të ndarë këtë ngjarje shumë të rëndësishme. Sot ju përfundoni një shkollë kushtuar politikës dhe secili nga ju duhet të ndjehet krenar që ndoqi këtë shkollë. Ju studionin fusha të ndryshme, ose punoni në sektor të ndryshëm, keni një profesion, synoni një profesion, por nuk duhet kur të harroni se në hierarkinë e të vërtetave që mbi cilat njeriu punon, në filozofi, në inxhinjeri, në high-tech, në mjekësi, janë disa të vërteta tjera më eprore. Janë disa të vërteta tjera që në këtë hierarki janë kurore e saj, dhe këto të vërteta janë lirit, të drejtat e njeriut, vlerat universale të njeriut të lirë. Pra, shkolla që ju përfundoni përbën një drejtim të ri nga ai profesionit, përbën ama do të thosha drejtimin më të mirë që mund të merri ju në jetë. Sepse sa do e vështirë që është politika, dhe është arti të vështirës, ja u them unë ju, por nuk ka asnjë tjetër si ajo, që t'jetë Lev Arkimedi, në qoftë se do kishin doktrina tjera, do emërtoshin Lev Arkimedi për të ndryshuar gjithësinë, politika është Lev Arkimedit për të ndryshuar shoqërinë dhe botën. Kështu që por ju keni një fat të madh, ndaj dhe unë e vlerësova, sepse kjo shkollë ju pajis ju me nocione dhe dijet më të rëndësishme në këtë betejë që kemi përpara. Unë kam përjetuar revolucionin e dhjetorit 90. Këtu ka ish student të asaj kohe. Duhet ta dini që ABC-ja tyre politike ishte vetëm instinkti për lirinë. Mungonin në atë alfabet
pothuajse shumica dërmuese e njohurive, jo vetëm për ata, po për ne që u bashkuam me ta. Për ne që u bashkuam me ta. Megjithëse, ata, mosha ju ishin, me armën e guximit, dhe këtu duhet dalë. Me një guxim epik, dolen në rrugë dhe u përballën me diktaturën. Nga i gjetën ata këtë guxim? Duhet të pyesni ju, si ka mundësi që ata, djemë dhe vajza, po që se ishe student në atë kohë, ishe i privilegjuar, po që se ishe pedagog, ishe i privilegjuar. Në gjoni mua, se të përsekutuarit dhe deklasuarit shumë rrallë mund të shkelnin në bangat e universiteteve. Ky ishte seleksioni i diktaturës. Çfarë i shtyu ata? Thash, instinkti për lirin dhe guximi i tyre. Ata guxuan t'jenë vetja tyre. Ndaj dhe t'jesh lider, kur mos harroni, duhet guxoni t'jeni vetja juaj. Duhet guxoni t'jeni vetja juaj. Por kjo është vetëm një aspekt. Çfarë mbron? Për çfarë përdor guximin? Cilat janë vendimet që merr? Lideri është vendimmarrës. I lider merr vendime. I peshon, vendos. Pra, ju, në fakt, keni dëshmuar se dhe keni vendosur të dilni zot atyre vlerave që janë vlerat teprore për të gjithë konservatorët në Shqipëri dhe në botë. Vlerat tona janë tradicionale, janë liria dhe digniteti njerëzor. Ju duhet ta dini se këto kanë qenë të garantuara në Magna Carta, në deklaratën, por absolutisht kanë qenë të garantuara edhe në ligjin më të lashtë të shqiptarëve, në të cilin, për fjalën e lirë, ishin të gjithë të barabartë. Ishin të gjithë të barabartë. Si ai që ulej në krye, dhe të tjerë që ndofta u binte rradha në fund, por për fjalën ishin të gjithë një. Pra, u ndalet e kjo, sepse ju mbroni ato vlera, ne mbrojmë ato vlera të traditës, të cilat janë të përjetshme, janë sa toksore, aq dhe hyjnore. Mbroni familjen. Në 1000 vjeçar, është votra e shoqërisë njerëzore, është qeliza e shoqërisë njerëzore. Sot, që kur njeriu i qytetruar besoj tek një Zot dhe një familje, përsëri familja u vu në tovolinë e operacionit tash të quajturve progresist. Po kujtuat fjalën progresist, mashtrim. Përktheni mashtrim automatikisht në kokën tuaj.
S'ka asgjë të përbashkët me përparimin. Ka gjithçka vetëm mashtrimin. Miqi u ngritët. U ngritët për këto vlera. Se erdhi një moment prove e rëndë për Partinë Demokratike. Absolutisht ju ishte midis të parëve. Ata që bën zgjedhjen tuaj dhe vendoset si lider të vërtet. Po, kryesia juaj, drejtuesit tuaj, po dhe ju, i ndoqet masivisht dhe qëndruat në anë e vlerave. Për ne një vlerë e prore është atë dheu, është interesi kombëtar. Ne jemi patriot. Tani, po të më pyesni mua, nga gjithë eksperjenca gjatë e jetësime, çfarë mund të them unë ju? Nuk ka asgjë më të fuqishme se dashuria. Dhe se them gjë një fresh. Dhe nuk them asgjë të re këtu, se kjo pikërisht ky besim e bëri Nën Terezën qiellore, sa toksore dhe qiellore. Forca e saj. Por unë një gjë mu du siguroj, se midis të gjitha dashurive, dashuria për vendin është më fuqishmja. Duhet ja u përsëris, se e kam thënë dhe herë tjetër, edhe nuk vjen mirë kur përsëris veten time. Në kohë lufte kërkon të sakrifikosh. Jashtë lufte nuk ka gjë që motivon më shumë njeriu. Nuk ka asnjë burim tjetër më të fuqishëm. Motivimi për ju, për çdo njeri, se sa dashuria për vendin. Ajo që ti ndjen detyrim të kontribosh në lartësimin e tij, të kontribosh në zhvillimin e tij, ta shohësh atë çdo ditë më të bukur. Ky është një vlerë e konservatorëve. Këtu qëndrojmë ne. Ne jemi abdetar, jemi patriot. Dhe ju e keni dëshmuar këtë. Të dashur miq, rikthehem prapë tek krahasimi i 39 vitit 90 me ju sot. Dallimi është i dy kohëve në informacion, i kohës pre internet dhe pas internet. E mora këtë dallim sepse në kohën e internetit informacioni që krijohet në një javë te i kalon informacion në gjitha kohrave. Pra, ky është dallimi që keni midis atyre studentëve dhe studentëve të sotëm. Por betejë juaj është një betejë e vështirë. E vështirë sepse sot unë po lexoja një publicist të shquar, i cili është një nga humoristët më të mirë të humorit shqiptar, Agim Xhafën, ndjes e vonuar. Lexojeni atë esë të tij, në të cilën ai tregon se si gazetar në një gazet kryesore të vendit, ngarkohej të bënte kronika dhe natyrisht në ligjin e kohës, po cili ishte ligji i kohës? Ligji i kohës ishte ligji i duplicitetit. I duplicitetit. Diktaturat krijojnë qenjet e dy fishta.
qenjen që tjetër mendon dhe tjetër thot. Për të mos thënë pastaj qenjen e indokrinuar, e cila nuk mendon fare, por delegon ndërgjegjen. Delegimi ndërgjegjes, po tha partia është selotopi, po tha lideri është absolute, pra më riktheu në atë kohë, po jo për atë kohë, sa aty kishte drejt, por shkrimtari, autori, bën të lidhjen me të sotmen. Dhe kishte shumë drejt. Ky duplicitet, l'uomo duplex, i 26 viteve diktaturë komuniste, për fat të keq ekziston sot. I 10 viteve narkodiktaturë, po si u kriju, pse thoni ju? Sepse narkodiktatura është forma më keqe të gjitha diktaturave. Ata që i kanë studiuar, akademik që i kanë studiuar, kështu e kanë cilësuar mobokracinë. Unë dala këtu për të thënë se ju përballi me të vështirën, por përballi jo lider të nesërm, po jeni si lider të sotëm. Përballi si lider të sotëm. Dhe nuk ka fat më të madh për Partinë Demokratike se sa të nis betejën elektorale. Me 300 politikanë të ri, të cilët kanë çdo dhunti për të qenë leadership i vërtet i fitores së 11 majit. Me Besardin kam biseduar gjatë dhe kemi vendosur fushatën elektorale dhe fitoren t'ja u dorëzojmë ju. Po. Në luftën me të keqen, njeriu kur nuk duhet të nënshtrohet, dhe ju nuk jeni nënshtruar. Nuk u nënshtruat edhe në atë përpjekje që te i kalon çdo imagjinat kur bë një grup shteti brenda shtetit për të dorëzuar Edi Rams edhe opozitën. Pasi i dorëzuan drejtësinë, pasi i dorëzuan zgjedhjet, pasi i dorëzuan tani, duhet t'i dorëzonin edhe ato opozit që qytetarë shqiptar në terror, në grabitje, e kishin votuar si kundërshtarët qeverisë. Kjo është e vërteta. Mirë po, në doktrinë, sovraniteti është i jashtëm, kur një armik të mësyn dhe të prek teritorin, integritetin territorial, por dhe i brendshëm. Ky i brendshmi, ne që kemi jetuar në diktatura, e kemi të qartë si drita e diellit, se në diktaturë ky nuk ekziston. Sepse njerëzit janë zero pas njëshit, pushteti tyre, pushteti du të buroj për i tyre, përfundon i tërin dur diktatorit, dhe kjo përpjekje u bë tani, edhe atë pushtet që sovrani ja jep të opozicë, t'ja kalojmë qeverisë. Ju s'u pajtu. Ju nuk u pajtu.
pavarësisht se kush erdhi. Se nga erdhi kjo. Pavarësisht se nga erdhi kjo. Asnjëherë kur. Lider do thot të mbrosh të vërtetën. Dhe të vërtetën e mbron ai i cili është vetja e tij. Është një kusht. Por për mbrojtjen e të vërtetën ka dhe një porosi sa toksore dhe aq hyjnore. E thash hyjnore sepse ishte një porosi që e dha në kohë Papa Gjon Pali II, Binat Afrejt. Papa Wojtyła ishte një kardinal polak. Dhe vërteta është që rrëzimit diktatur të sistemit komunist i priu kombi vigan polak. Papa, në një mesh historike, lëshon kushtrimin. Mos keni frikë. Dhe në fakt, kjo thirrje u shdrua në një moto kryesore me të cilat u përmbysen diktaturat. Ju nuk patët frikë. Ju qëndruat. Tani do të nxjerrim frikën të tjerëve. Lider do të thot të prish me guxim. Mos harroni kur se njeriu është psikologjia e tij. Kaq është njeriu. Është psikologjia e tij. Dhe në qoftë se ti vendos t'ja shkatrosh, ti nuk bën gjë tjetër vetëm shoferin e dehur, që merr jetë në rrugë. Nuk i shkatrohet tjetrit psikologjia. I ndryshohet tjetrit psikologjia. Dhe i ndryshohet me logjik, i ndryshohet me njerëzi, i ndryshohet me respekt, i ndryshohet me biseda, i ndryshohet me bashkëbisedim, me dialog. Dhe unë pres nga ju, dhe kjo është një nga arsyet më kryesore, që Partia Demokratike ka vendosur që fushatën elektorale t'ja u dorëzojë ju. Nuk ka interlokutor më të shkëlqyer se jeni ju. Ju jeni interlokutor më të mirë, mesaxher, më të shkëlqyer që mund të dërgohet sot tek çdo shqiptar. Ndaj dhe edhe në këtë aspekt, si lider, do afrohej me çdo shqiptar, duke ballafaquar ato që mbroni ju dhe ato që ai ndan gabimisht. Asnjë revolucion, asnjë diktatur nuk është rrëzuar nga askush tjetër veç se nga rinia. Ndaj dhe duke e mbyllur këte fjalë se sot keni dhe shpërndarjen e diplomave, një akt solem i kurorëzimit të kësaj shkolle, juftoj të kalojmë në një betejë epike, në një betejë që do shpëtojë Shqipërinë nga diktatura më e keqe. Europa ka njohur diktatura naziste. Europa ka njohur diktatura staliniste. Ka njohur në të shkuarën e saj të largë diktatura teokratike. Por për herë të parë në historinë e saj, Europa njeh një diktaturë droge krimi,
Dhe kjo është diktatura e Edi Rams. Ndaj edhe ne duhet të shumë fishojmë forcat tona, energjit tona, guximin ton, ta shpëtojmë Shqipërinë. Ne shpëtuam Partinë Demokratike, ju e shpëtuat Partinë Demokratike, shpëtuat opozitën shqiptare. Sot shqiptarët ka një opozitë të vërtetë, sepse ju i qëndruat besnik vetës uaj, i qëndruat besnik të vërtetë ajo që besoni. Sot tani duhet që me 11 maj shqiptarët të triumfojnë mi të keqen dhe të rikthejnë vlerat e demokracisë. Ju uroj shumë suksese, faleminderit shumë. Doktor Berisha, Besar, Tarjan, duke ju falenderuar për fjalët e ngrohta dhe vizionin që ndat me ne, tani është momenti që të gjithë kemi pritur, koha për të diplomuarit. Secili prej tyre ka dëshmuar për kushtim të jashtëzakonshëm dhe një përpjekje të pandalshme për të mësuar dhe kontribuar. Do të ftoj për të marrë diplomën studentët të cilët kanë qenë prezent në mbi 50% të leksioneve. Artmenisa Zenuni. Aron Kafegjio. Cindy Guri. Eltion Skënderaj. Marinos Çamulje. Armando Turtulli. Orest Berberi. Lairt Vasili. Dardan Bardhi. Kevin Vidrica. Po. Edona Çupi. Alban Bici. Zedi Bushati. Klevis Tota. Sosiona Uruçi. Desada Gjetane.
Bernard Metaliaj. Geraldina Kola. Erilda Mehmeti. Tani kemi treshën fantastike, Auret Kanaçi, Mateo Topuzi dhe unë Gjorgja Niço. Auret Kanaçi, thirrja fundit. Atëherë duke ju uruar suksese të gjithëve në angazhimin tuaj të ardhshëm, ceremonia jon përfundon këtu, por festa sapo ka filluar. Ju ftoj të gjithëve për një foto të përbashkët. Dhe më pas për një koktejl, faleminderit ju liderit e së ardhmes. Faleminderit shumë. Faleminderit, profesor.